Njihuni me parashikimin e motit për ditën e sot me vranësira dhe rreshje dëbore. Europa juglindore mbetet në mot të paqëndrueshëm, ndërkohë Ballkani ndikohet nga masa ajrore me temperatura të ulta dhe rreshje dëbore. Nga ana tjetër, Europa qendrore, ishujt britanik dhe Gadishulli Iberik paraqiten me mot të kthjellët por të ftohtë. Njihuni tani me kushtet e motit sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalb, paraditja paraqitet me kthjellime dhe vranësira me rreshje të pakta dëbore në verilindje dhe juglindje. Pasdite priten rreshje të izoluara në jug, ndërsa qendra dhe veriu mbeten pa rreshje. Temperaturat luhaten nga -3 gradë Celsius deri 15 gradë Celsius. Era fryn veri lindore mbi 40 km/h me dallgëzim 1 deri 2 ball. Kushtet e motit në rajon dhe Europë. Për ditën e sotme, Europa lindore mbetet me rreshje të dendura dëbore dhe temperatura shumë të ulta, ndërsa Europa qendrore dhe veriore dominohen nga moti i kthjellët por shumë i ftohtë. Ndërsa kushtet e motit në vendin tonë për ditën e sotme, sipas Meteoalb, masat ajrore sjellin një mot të ftohtë dhe pa rreshje, përjashtuar jugun dhe zonat e thella malore. Gjatë pasdites priten përmirësimi ndjeshëm i motit me temperatura që luhaten nga -4 gradë Celsius në 13 gradë Celsius. Era fryn nga ana lindore, verilindore mbi 45 km/h me dallgëzim mbi 2 ball.